Mirëmbrëma gjithë shikues të Ziko TV-s dhe Radio Televizionit 21, jemi këtu direkt nga qendra e qytetit të Gjilanit dhe sot unë Alba do t'jem një koqirja e shumë yjeve të cilë do të parakalojnë mbi qilimin e kyç për qenë pjesë e edicionit të 12 të ngjarjes Zhurma Show. Zhurma Show faktikisht është ngjarja e vetme që grumbullon shumë yje në një vend. Dhe mbi gjitha është ngjarja e vetme që shërben për t'i shpërblyer ata për krejt punën që ata e bëjnë ndërvitje. Në falënderim special, nga këtu shkon për studion Selma, Kacin dhe Dona Matoshin, ata cilët janë përkujdesur sonte për dukjen time, e që njëherët janë edhe bashkëpunëtor të kahmëtshëm tonë dhe të kësaj ngjarje njëkohësisht. Unë po e shoh që në Gjilan janë mbledh shumë të rinj të reja dhe me padurim po presin që këtu të vinë të preferuarit e tyre, ata të cilët janë të nominuar, e sonte do t'japen më shumë se 20 çmime. Çmime të cilat janë për punën e tyre të bërë për gjatë këtij viti që tashmë po e lëm pas, por jo vetëm kaq. Do të ketë edhe çmime të tjera si çmimi i karrierës, një çmim i cili ka një vlerë të veçantë dhe një dedikim special se kush do të jetë laureati i këtij çmimi do ta mësojmë pas pak prej brenda teatrit kombëtar, teatrit në fakt të Gjilanit, të qytetit të Gjilanit, por që do të ketë shumë e shumë befastina të tjera, të cilat nuk do t'i zbulojmë tash për tash. Çka e vlen të cekët është që në kategoritë të ndryshme janë të nominuar shumë këngëtar, por ka ndodhur vetëm një herë në 12 vjet e Zhurma Show që fituesi i vitit të kaluar, Noizi të jetë sërish i nominuar edhe këtë vit. Këtë vit ai është nominuar me këngën e tij, me superhitin e tij veror, këngën të cilën e ka sjellë në bashkëpunim me këngëtarën Enca Haxhiu. Qysh po mundeni me pa, janë mbledh në Gjilan shumë njerëz këtu përreth nesh, të cilët po presin në padurim që të shohin të preferuarit e tyre e që ata vetë se janë nisur që të vinë në këtë spektakël dhe besoj që shumë shpejt do t'jemi këtu dhe do t'lajmërohemi sërish për t'ju sjell atë se si ata po duken, impresionet dhe pritjet e tyre për sonte. Mirëmbrëma Besart. Mirëmbrëma Besart, mirë se kjoar. Mirëmbrëma, mirë se kjoar. Qysh po njeni sonte? Sot po m'duket ma të relaksum, kështu pa nominime dhe pa naj farë bare. Mirë shumë, jemi orë për qef, edhe besoj që kemi kalu mirë si gjithmonë në Gjilan dhe në Zhurma Show. Mirë për fillim të shumë tash. Faleminderit shumë urej, me pasin në shumë mirë, shujemi mbrana mas pak. Tashmë ka arritur VIP Limo, VIP limuzina e parë, partner të kahmëtshëm të këtij eventi dhe të shohim se kush do të jenë ata të cilët do dalin pikërisht nga kjo limuzinë. Mirëmbrëma Granit. Mirëmbrëma Alba, wow. Këtë vet, pas stres, në kohë shumë gjatë, të ki bo pikërisht të që unë po e bëj sonte Mirëmbrëma. Qysh ja e mirë një Alba? Tregom qysh po një është në Gjilan, në vendin tënd. Alb Gjilani e ka dëshmu dhe njerë që janë mikprica edhe organizimi Zikos çdo herë po mjep një emocion më të veçantë. Sonte që s'jam pjesë e asnjë emocionit, që sot ku marrë me shiu, ku me nda një çmim.
thjesht po e shijej çdo sekondë për një anës tjetër që se kom shijuar që në 5 vjet si pjesë e zhurmashoh, sot po shijoj ul edhe po këshyri çfarë po ndodh mbrapa skenës. Faleminderit shumë që kjo ardhë fillimisht edhe po t'uroj një natë shumë mirë, shihemi pas pak mbrena. Faleminderit, inshallah sonte kaloj mirë edhe inshallah këtë kanë mundat të kënaqur me çmimet. Faleminderit Al, po dukesh për mrekulliun e kisha më shtuar diçka. Faleminderit Valën Pestishës për veshjen time edhe sonte sukses. Kur ma bukur se do. Në ndërkohë jemi edhe në pritje të mysafirëve të tjerë, tashmë limuzina e cila është siguruar nga VIP Limuzin ka arritur dhe të shohim sa herë se kush do t'jenë ata të cilë do dalin nga kjo VIP Limuzin për të parakaluar mbi qëllimin e koq, mbi tapetin e koq të Zhurma Show. Ka arritur limuzina tjetër, të shohim se kush gjendet në këtë limuzin. Dhe është Yvzi Krasniqi, autori shumë teksteve. Në ngrama zot Yvzi? Fillimisht më vjen shumë mirë që po ju shoh. Tregom një si po ndjeni pak të parakalim tapetin e koq. E din, në kanë edukuar gjithmonë, mos bëni zhurmë, tash janë një zhurmë e këndshme, e bukur, e mirë, ndjen fantazi, mirë, shumë bukur. Faleminderit shumë, faleminderit për pos kësaj edhe për shumë vepra që na keni lënë mbrapa. Faleminderit shumë. Hi.
I know that this is not your first time in Kosovo, but I bet this is the first time on the red carpet. So how do you feel? Very good. I'm very pleased to be here today in Kosovo. What was the point that you came from your state to make a video here? And furthermore, you're nominated tonight. I have very good friends from Kosovo. Christiana is one of them. And she showed me the music industry here, and I was so impressed about the quality. So I went here and I made my first music video here. Thank you. I wish you very great luck tonight. Thank you. Faleminderit. You look stunning. Thank you. Ardian Bujupi dhe Dallull veç se kanë arritur në red carpet në Rama. Në Rama. Sonde keni ardhur këto që të dy jeni të nominuar, kthehemi pak ka kamera. Qa po pritni sonde përpos që më kënaq? Mu kënaq me bani performancë me fitu najtë çmim. Prit, ky kepi prit ka sonde. Jo, kënaqësia është që na kanë ftu, jemi pjesëmarrës edhe që është më e rëndësishme edhe jena më nderu edhe qytetin e Gjilanit se kena shumë fansa këtu. Qysh keni kalu me koncerte gjatë verës në Gjilan? Mirë. Shumë. Faleminderit, shumë suksese sonde, shihemi pas pak në rrapa. Dhe tashmë në Zhurma Show ka arritur edhe shkelzenjet ishim. Normalisht së bashku edhe me miqtë i Min Rama. Po fillojmë qështu, Min Rama. Mirë mbrëma, mirë se u gjenë. Mirë se keni arë fillimisht, tregom një qka po pritni prej kësaj note sonte. Përbës që me u knaqë shumë. Si gjithmonë zikoj suksesshëm, edhe se mjetë bësoj suksesshëm. Edhe juve, ku që janë mod. Min Rama, jetojmë një shtetë, po ka kohë që nuk kemi taku. Sonte në Zhurma Show, qka ju pruni? Në pruni bashkëpunimi që kemi së bashku dhe dëshira që të marrim pjesë në këtë eveniment, sepse Ziko si gjithmonë ja ka zanat që shtemi në Gjakov
organizimeve të tilla. Po më shumë mirë që po ju shoh dhe po ju uroj një natë shumë të këndshme. Natën e mirë që jemi brenda. Rama. Shumë mirë për tokë është. Sonte pa nëjë partityre speciale, vishë kjo arë po më duket me u knaqë. Sonte më marrë me më da një qëmim, po më duket. Mu knaqë me shiju, këtë natë është hera e 2 që gjindët. Sonte mirë po një eveniment shumë i mirë në Gjilan, du mi përgëzu sinqerisht Zekon e Donën për gjithë këtë mbramit mrekullueshme. Faleminderit shumë, uroj me u knaqë mbrenda. Të në këshia me për pak. Min Rama. Min Rama. Robert, ju vëlla, ma ti po të pyetje nuk po vazhdojnë. Që shema sfare? Mirë, shumë mirë. Pyetja e parë për me më shilgojnë opinionit pse banorën? Se panorën njani të nërë, qikën e kemi vetë, kështu që erdha edhe për vetë edhe për nërën. Edhe pyetja e dytë që apo pret prej natës sot me ki knu, ja ki nisë me knu, në fakt, e ki vazhdu si soli artist, sepse këndon shumë atë. Po, s'po di, është hera por që i marrë pjesë në pëmënej si soli këngëtar në kësi evente, edhe ku marrë thjesht me kalu një notë zakonshme, nuk nashë për vetit, mirë, mi përkra kolegët, që shte. Faleminderit shumë, edhe shijeme për pak mrena. është Getinja! Min Rama, edhe min se kjo arë, min Rama Indre. Sot keni ardhë, jeni për qef, për njëkohësisht naj nominim, naj san, a ka 3 naj san? Po më doke që po, jam i nominum të Best Male, apo ta këshirëm që po po. Qa po prit një sinqerisht prej natës sot me? Po pres veç më knaqë. Ciao, të dërsen. Shumë fonsa, për shëndeti, po brorasi në Angridal, e unë për ju të shëroj shumë suksese, kom gjetë ekipës On Records. Kalon që shumë mirë.
Më ngra ma lirë. Roma, S'po besoj që i nominu në najvar kategoriete, po është ore. po bravo. është nështë hera e parë që jetu nominu në najvar kategori? Jo, më doke që edhe vjetë më kanë pas nominu, a mos se kumë është hera e parë në qilimin e koqë? Tash jam hera parë jam këto. Qështë për njëhash, qëfar ndjenje kinë qëto momente të para kalun të pion e koqë? Ndjenje mirë, shumë për njëna mirë, edhe pas ka shumë njerës. Po të uroj shumë suksese edhe po uroj që me pas në natë mirë dhe me nuk natë sonde. Natën e mirë. Ndrama, e mine ka kohë që nuk kemi takua, më tregojnë sonde që shpëndiash. Shumë mirë. Është edhe vendlindja ime, edhe jam shumë entuziazmuar dhe vjen mirë që jam sonde. Faleminderit shumë. Do të ndaj një çmim këtu për një dikën prej kolegëve. Mirupafshim. Morena! Ajo që therë për sillet nga lullet. Në ndrama Morena, për dukësh... Dukësh që ashtu që është mas bukri, dikush mundet me u duk. Tregom çfarë mirët ka sjellë sonde këtu, e di se nuk je nominume, edhe komplimentet njëherë për pamjen. Jam ardhë me ndohë çmimin Best Dance, edhe për shkak se domethënë jam të i promovu këngë më të reja të cilat jam duke i punu tani për tani. Edhe kënga Lule domethënë nuk ka mujt me qenë nominume për shkak se është këngë balade dhe dedikume drejt nanës. Mirë po mendoj që është shumë mirë me dekoru edhe kolegët. Faleminderit shumë edhe njerë, po më intereson shumë e ditë kush ta ka po këtë fustan kaq të bukur, edhe kush është për kujdes për grimin e flokët. Mas pari kisha dashur mi kërku falje shumë publikut për shkak se çdo secili kemi dëshirë mi përshëndet ata të cilët përkujdesen për lukun, edhe ndonjëherë bëhet e tepërt, mirë po kisha pas qef shumë i përshëndet ata që janë kujdesur për lukun tim, edhe për buzëqeshën time, Selmën edhe Kacin, edhe Blerina Kloko Qërgova që më ka bo mundi ma mirë se një princesh me këtë fustan kaq të mrekullueshëm sonde. Faleminderit. Duke shumë mirë, të kisha lut në qëto anë mi përshëndet krejt ata që s'po na luajnë me zhvillu intervistën e po e prorasin emrin tonë që ku i ki po një me dorë. Faleminderit shumë Morena, shumë faleminderit.
Rama. Më duket që ekipa ju e ka pas punën më të vështirë sonte, është desh me i ve shumë njerëz të kanë me ungjitë sonte në skenë. Sa është e lodhshme kjo? Po, gjithatë kjo është profesioni ynë edhe ne do të jemi të gatshëm gjithmonë të jemi pranë jush edhe ju pranë neve. Faleminderit shumë, uroj të keni natë shumë të mirë. Faleminderit, gjithashtu ju përgëzoj për punën. Një ngjarje e madhe e vogël është e vetmja në Kosovë, po ndodh pikërisht në komunën e juaj. Sekretari i komunës çu bën këtë fakt me undim? Jam jashtëzakonisht i lumtur, edhe ashtu Gjilani është kryeqytet kulturor, kjo që na bëj manifestimeve edhe sportiv, domosdoshmë, po kultura është diçka që Gjilani e ka identifikuar me aktivitete, me gjitha llojet e aktiviteteve. Besoj që sonte zhurma është njëra nga ditët e kalendarit kulturor jashtëzakonisht mirë në Gjilani. Zoj, sonte keni ardhur me i përpra kolekte juaj me siguri. Po është, kësaj herë nuk do të jem pjesëmarrëse, por vetëm do t'i shikoj, ndoshta në ndarje të çmimit. Faleminderit shumë, po ju uroj që me kalu shumë mirë sonte. Ka ko burak me vite që jeni sponsor të kësaj ngjarje. Tregojm këtu VIP limët janë më të mira me njerëz VIP apo VIP? Mirë janë edhe me njerëz VIP edhe kështu mirë, por shkon ja vlen me marr pjesë shumë mirë. Çfarë organizimi ekstra ju lyp kompanisë juaj fakti i çilimit të kuq? Me siguri organizoheni më tepër ose diçka ngjajshëm. Po për dorësma më shumë i preferojmë, po edhe kështu për mbrëmje po. Po më shumë për dorësma punojna. Duke që ka ardhur dikush tjetër, kthehemi tek syrin. Faleminderit shumë.
për Best New Artist. Çfarë ndjenje të krijon kjo? Për mua është një ndjenjë shumë e mirë e të këshirëm në vazhdim ç'është po ndodh. Okej, fitove, njëjtë, kjo orë më kënaq. Për mua është pjesëmarra. Fitova, kreasia është me pas nderin këtë mënyrë. Faleminderit shumë, po ju uroj një natë shumë të mirë. Faleminderit shumë. Sonde më mdo këtë je kështu pak ma relaxed me ekipën tonë të kjo orë, qa po prej prej natës sotme? Nuk e di, thjesht momentet mira, emocionet mira. Nuk është që kjo nga bën përshtypje shumë puna çmimeve, pse se vatin 20 vjetë, edhe ma shumë bëhet shefit që kam i pa kolegët e mi, kam me pa njerëz që shihem shumë rrallë, edhe gjë më e bukur që pres mësaj after party. Suksese, gjithë kënaqëni mbrenda.
Dhe ai I cili vitin e kaluar ka qenë triumfuesi e edicionit të 11 të Zhurma Show, si vjet vjen sërish për ta bërë hapje në Zhurma Show, por një veçantë është që ai këtë vit është edhe I nominuar. Zona e Zotrin, nga VIP Limo, në këto momente para një numri të madh të fansave të cilët ai ka në Gjilan, në tër Kosovën. Mirëpriteni anëtarin e labelit OTR, Noisy! është Enza Agjiu dhe një grup bufansa që e kanë rrethuar. Këtu tashmë I kemi dhënë fund ceremonisë së qëllimit të kohës të edicionit 12 të Zhurma Show. Pas një shkëputje shumë të shkurtër publicitare, takohemi brenda me shumë këngëtar, shumë çmime në shumë kategori.